Kujtimi për një prej ngjarjeve më të këndshme që përjetoi Evropa në shekullin e kaluar ka bërë bashkësinë islame të Kosovës me atë të Bosnjës. Për të hapur ekspozitën Bota kujton Srebrenicën u bën bashkë dy bashkësitë me miftion në emër Trnava që priti mysafirët nga Bosnja në Prishtinë. 11 segmente të ekspozitës paraqesin datën 11 korrekt të vitit 1995 kur në Srebrenicë nga ushtria serbe u vran mbi 8000 bosnjak musliman. Miftiu Trnava tha se Bosnja dhe Kosova ndajnë të njëjtin fat. Në Bosnjë ishte qëllimi i pastrimit etnik dhe atij fetar të bosnjakëve, siç ishte qëllimi i ushtrisë serbe dhe në Kosovë në 1989, duke bërë masakra të shumta si ajo e Reçakut, e Mejes, Obris e masakra të tjera të shumta. Përfaqësuesi i Ariasetit të Bosnjës teksa kujtoi viktimat tregoi se nga merr forcën populli i saj. Nderim të veçantë u shprehu nënave të Srebrenicës, heroinave të vërteta, guximi dhe digniteti të cilave mbetet frymëzimi i përhershëm. Lufta e tyre për të vërtetën ndriçon rrugën tonë më të errët. Forca e tyre mbosh të gënjeshtrat, duke na treguar se e vërteta gjithmonë gjen rrugën e saj. Pjesë e kësaj ngjarje ka qenë edhe ish-presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu që rikujtoi reagimin e dobët të ndërkombëtarëve në parandalimin e masakrës. Me ato që ka ndodhur, që ka qenë projekti i zhbërjes të një populli, sikur që kanë qenë projekte të orientuara kundër shqiptarëve në Kosovë. E njëjta kuzhini ka përdorur. Pjesë e kësaj ngjarje kanë qenë edhe zëvendës kryeministre Emilia Rexhepi dhe ish-kryediplomati Enver Hoxhaj. Korrikën e vitit të ardhshëm mbushen 30 vjet nga masakra më e rrëtë në Evropë pas krimeve të luftës së dytë botërore.